Me irë të Zotit, do të lexoj diçka nga fjala e Perëndisë vëllezër. Gjithmonë motra dhe vëllezër, lexojmë nga fjala e Perëndisë dhe na duket sikur të njëjtin ushqim. Por Zoti, motra dhe vëllezër, do të na mësojë vërtet që në këtë botë të mësohemi me të njëjtin ushqim që na jep Perëndia. Dhe ushqimi që na jep Perëndia është mana, motra dhe vëllezër, aleluja, që zbriti nga qielli për të zgjedhurit e vet. Dhe mana që zbriti nga qielli për të zgjedhurit e vet është fjala e Perëndisë. E falenderojmë Zotin. Dhe ne do të mësohemi që të amë për gjithmonë, motra dhe vëllezër, nga ky ushqim. Sepse është vërtet në një njeri të rilindur, ushqimi i dur. Imagjinoni fëmijët, vëllezër, aleluja, ju jepet gjithmonë qumësh me vitamina. Për çfarë, motra dhe vëllezër, aleluja? Sepse për atë ka nevojë trupi i tij. Atë lloj ushqimi të përditshëm. Dhe të zgjedhurit e Perëndisë kanë nevojë vërtet, motra dhe vëllezër, për këtë lloj ushqimi, që është plot me vitamina për të rilindurit. Për ata që vërtet, motra dhe vëllezër, Zoti i ka çliruar nga mëkati, janë bërë krijesa të reja, që fjala e Perëndisë është ushqimi i tyre shpirtëror. Krijesë e re do të thotë, vëllezër, nga di Perëndisë, ai që ka pranuar Krishtin, Krishti e ka pastruar atë dhe është vërtet një krijesë e re. E falenderojmë Perëndin. Trupi i këtij në momentin që iqet mëkati, motra dhe vëllezër, aleluja, bëhet tempull ku banon Perëndia, ku banon fryma e Zotit. E falenderojmë Perëndin. Këta janë, motra dhe vëllezër, tempulli, këta janë të zgjedhurit e Perëndisë. E falenderojmë Perëndin. Dhe ne të gjithë jemi dëshmitarë të vetvetes se si Zoti erdhi në jetën e çdo njerit prej nesh. Një takim personal bëri Zoti me çdo njerin nga ne, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe përpara Perëndisë, përsëri ne do takohemi personalisht me Zotin. Se çfarë kam bërë unë personalisht në këtë premtim që Zoti më premtoi. Dhe unë i thash amin. Dhe do japim përpara Zotit tonë këtë llogari, motra, aleluja. Llogari personale. Jo llogari për tufën, jo llogari, motra, vëllezër, aleluja, për bariun, për delet, por personalisht. Zoti erdhi në jetën tonë dhe tha, bia ime, biri im, të dua. Dëshiron të më ndjekësh mua? Kaq personale është kjo thirrje që Perëndia na bëri të gjithë. Dhe ne jemi të gjithë së bashku, por secili gjymtyr më vete, që nuk jemi të njëjtit, motra dhe vëllezër, aleluja, por të bashkuar në një trup të vetëm, që është trupi i Krishtit. Dhe për çdo person që Zoti ka vënë në këtë trup, për çdo gjymtyrë që Zoti ka vënë në këtë trup, motra dhe vëllezër, aleluja, ai person do të kryej funksionin e tij. Çdo njeri nga ne, vëllezër, ka një funksion në bashkësi. Nuk mund të themi dot, motra dhe vëllezër, aleluja, unë sot nuk do funksionoj. Mundet një gjymtyrë në trupin e një njeriu të thotë unë sot nuk do funksionoj. Kaq e rëndësishme është çdo njeri pjesë e këtij trupi. Nëse vërtet, motra dhe vëllezër, aleluja, do ta shohim që kjo thirrje është personale me Zotin dhe duhet të bëj detyrën time, atë për të cilën Zoti më ka thirrur të punoj në arën e tij. Dëshiron, tha Zoti, të vish të punosh tek unë? Amin, Zot, tham.
Nuk na nuk detyron Zoti asnjë, motra dhe vëllezër, aleluja. Por nafton të gjithëve. Nëse ti dëshiron të ndjekësh, motra dhe vëllezër, aleluja, Zotin, fjala e Perëndisë do të bëjë vërtet të shohësh se ku ecën dhe si ecën. Me ishte Zoti do të lexoj diçka nga fjala e Perëndisë, vëllezër, në Gjoni, Ungjilli i Gjoni, faqja 109, kapitulli 3. Midis farisejve ishte një njeri me emrin Nikodem, një krer i judenjve. Ky erdhi natën tek Jezusi dhe i tha: Mësues, ne e dimë se ti je një mësues i ardhur nga Perëndia, sepse askush nuk mund të bëjë shenjat që bën ti, nëse Perëndia nuk është me të. Jezusi u përgjigj dhe tha: në të vërtet po të them që nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë. Nikodemi tha: po si mund të lindë njeriu kur është plak? A mund të hyjë për së dyti në barkun e nënës së vet dhe të lindë? Jezusi u përgjigj: në të vërtet po të them se kush nuk ka lindur nga uji dhe nga fryma, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Çka lindur nga mishi është mish, por çka lindur nga fryma është frymë. Mos u mrekulloj që të thash duhet të lindni përsëri. Era frym ku të dojë dhe ti ja dëgjon zërin, por ti nuk e di nga vjen e as ku po shkon. Kështu është edhe çdo njeri që ka lindur nga fryma. Amin. E falenderojmë Perëndin. Kishte dëgjuar, motra dhe vëllezër, për Jezus Krishtin, Nikodemi, një krer nga njerëzit mësues të ligjit, që dinte shumë mirë ligjin e Mojsiut, ligjin e Perëndisë, vëllezër, falenderojmë Perëndin. Dhe fryma e drejton Nikodemin të shkojë tek Jezusi. E theksoj fryma, motra dhe vëllezër, sepse Nikodemi ishte një njeri i përulur në frymën e Zotit. Ku e kuptojmë që ishte një njeri i përulur Nikodemi, motra, aleluja. Nikodemi ishte plak, thotë, mësues i ligjit, dhe shkon tek Jezusi. Jezusi ishte në moshën 30, filloi vepra, dhe në 33, motra dhe vëllezër, aleluja, u ngjit lart në qiell, ishte në këtë kohë. Dhe Nikodemi i afrohet, e takon dhe i thotë mësues. Nikodemi, një njeri i ligjit, që nderoi, motra dhe vëllezër, mësues i ligjit, sepse vetë Jezus Krishti i thotë ti je mësues i ligjit. Shkon tek Jezusi dhe i thotë ti je mësues i ardhur nga Perëndia. Është shumë e rëndësishme, vëllezër, të arrijë njeriu të kuptojë që Jezus Krishti është mësues i ardhur nga Perëndia. Dhe ai është, vëllezër, aleluja, mësues për çdo njeri që do Perëndin. Mësohemi, motra dhe vëllezër, aleluja, nga Jezus Krishti. Jo të gjithë e duan këtë shkollë, jo të gjithë e pranojnë këtë mësim, por këtë mësim e pranojnë vetëm ata, motra dhe vëllezër, aleluja, që e duan me të vërtetë Zotin. Ata që e pranojnë fjalën e Perëndisë. Ata janë nxënës të Jezus Krishtit, dishepuj të Jezus Krishtit. Dishepull do të thotë nxënës, do të thotë, vëllezër, mësuesi im është Jezu Krishti. Nuk ka
mësim tjetër, motra dhe vlezër, nga do të marrim? Ju do jeni të mësuar nga Perëndia. Nuk do jeni vetë, thot fjala e Perëndisë. Fryma që unë do t'ju dërgoj, ai do të banojë në ju dhe ai do t'ju mësojë. Çfarë do të bëjë fryma e Perëndisë që është në ju? Do t'ju zbulojë fjalën e Perëndisë. Fjala e Perëndisë, vëllezër, nuk mësohet. Fjala e Perëndisë zbulohet për të kuptuar thellësinë që ka fjala e Perëndisë. I thotë, ti je i ardhur nga Perëndia sepse ne shohim që askush nuk mund të bëjë shenjat që bën ti. Ne shohim në ty dhe askush nuk mund t'i bëjë gjërat që ti bën nëse Perëndia nuk është në ty. Ne e kuptojmë këtë gjë. Që është i ardhur nga Perëndia, Jezusi, e kuptonin motra dhe vëllezër farisej, sepse askush nga ata nuk mund të bënte gjërat që bënte Jezu Krishti. E falenderojmë Perëndin. Por çfarë ndodhi, motra dhe vëllezër, aleluja, me Jezus Krishti? Që këta e përndiqnin, që këta nuk e pranonin dot, motra dhe vëllezër, aleluja. Zilia. Ishin ziliqarë, motra dhe vëllezër. Nuk mund të bënin dot gjërat që bënte Jezus Krishti, dhe kjo ishte që ata nuk e pranonin dot. Si e shërove këtë të verbër? Si e shërove të shtunë kur ne e kemi të ndaluar? Dhe gjithfar gjërash i thoshin, motra dhe vëllezër, dhe nuk mrekulloheshin që t'i jepnin lavdi Perëndisë që një njeri i lindur i verbër në errësirë tërkohor të shihte dhe t'i thoshin faleminderit Perëndisë se nuk është parë deri më sot të ndodhë një gjë. Por ata që kishin një zemër të përullur, shkonin dhe e takonin Jezus Krishtin, vëllezër, lavdi e emrit të shenjtë. Kur dëgjuan predikimin e parë të Pjetrit, njerëzit, turmat, u penduan. Sepse duke dëgjuar, fryma e shenjtë ishte në ta dhe shikonte zemrat e çdo njerit. Dhe fryma i zbulonte çdo njerit, motra dhe vëllezër, aleluja, se çfarë kishte bërë me Jezus Krishtin. Çfarë duhet të bëjmë, vëllezër? Gabuam. Gabuam me Jezus Krishtin. Çdo njeri gabon, motra dhe vëllezër, aleluja. Por ka një zgjidhje. Dhe zgjidhja është pendohuni. Pendohuni, motra dhe vëllezër, nuk është vetëm kur nuk e njihja Jezus Krishtin, mu fol për Jezus Krishtin dhe unë pendohem. Jo, motra dhe vëllezër, aleluja. Njeriu gjithmonë pendohet, motra dhe vëllezër, aleluja. Falenderojmë Perëndin. Sepse sa herë ballafaqohemi në marrëdhënie me Zotin, ne shohim, motra dhe vëllezër, dobësitë tona. Dhe njeriu gjithmonë pendohet. Sepse ndodh një fenomen, vëllezër, aleluja, kur njeriu pranon Jezus Krishtin, ndodh një diçka shumë e madhe. Të largohet mëkati nga njeriu dhe fryma e Perëndisë të banojë në të, është kaq e madhe, motra dhe vëllezër, sa jeta me vdekje. Largohet nga ne vdekja dhe vjen brenda nesh, motra dhe vëllezër, jeta. Dhe imagjinoni ta shikosh një njeri, motra dhe vëllezër, aleluja, që është larguar nga vdekja dhe ka jetë. Ai njeri, motra dhe vëllezër, aleluja,
që ka përjetuar një gjë të tillë, ka gëzim. Ai njeri është gjithmonë i gëzuar, vëllezër, e falenderojmë Perëndin. Pse? Nuk mund të trishtohet njeriu sepse jeton. Nuk mund të trishtohet njeriu, motra dhe vëllezër, sepse Perëndia është ati i tij, është ai që drejton gjithçka. Prandaj në fytyrën e këtij njeriu të rilindur që ka pranuar Krishtin, që është larguar vdekja dhe ka ardhur në të jeta, ky quhet i rilindur, ka gëzim gjithmonë në jetën e vet, motra dhe vëllezër. Falenderojmë. Nuk ka frikën në të. Pse? Sepse vërtet ka kuptuar që unë kam jetën brenda vetes time. Dhe jeta brenda vetes time është Krishti. Ai që erdhi i pari dhe tha unë do bëj këtë gjë për ty. Do marr vdekjen, mëkatin tënd dhe do ta kryqëzoj në trupin tim. Që ti të jetosh, unë do të të jap jetën time. Dhe çfarë tjetër, motra dhe vëllezër? Atje ku jam unë, do të jeni edhe ju. Kam përgatitur vend për ty. Jo thjesht vetëm të dash jetën, por do të ulesh me mua në front. Imagjinoni, motra dhe vëllezër, çfarë vepër të madhe ka bërë Perëndia për njeriu. Dhe nëse vërtet do ta kuptojmë këtë vepër, këtë dashuri të Perëndisë për njeriu, a nuk duhet që njeriu gjithmonë të gëzohet dhe të adhurojë Perëndin, motra dhe vëllezër? Kush do të na largojë nga kjo dashuri që ne e pamë? Për ndjekjet, vështirësitë që na ndodhin, asgjë, motra dhe vëllezër, apostulli Paul, nuk mund të na ndajë nga kjo dashuri. Nuk mund të ndryshojë kjo dashuri për ne, motra dhe vëllezër. Lum ai njeri që e kupton sa e madhe është dashuria e Perëndisë, vëllezër. Për të gjithë që Zoti i ka thirrur. Kjo është fuqia e të krishterit, vëllezër. I krishteri, e falenderojmë Perëndinë, shërohet. Pse, motra dhe vëllezër? Sepse e di shumë mirë që doktori i tij është Zoti. Ka të pamundur, motra dhe vëllezër, për doktorin tonë? Për krijuesin, motra dhe vëllezër, ka të pamundur? Dhe ky besim që ka transformuar jetën time, motra dhe vëllezër, halleluja. Kjo dashuri që banon brenda meje, kjo fuqi që është fryma e Perëndisë në mua, vepron. Dhe njeriu ka gëzim. Lavdi emrit të Shenjtë. Fjala e Perëndisë, vëllezër, halleluja, do të na mbajë gjithmonë të ndezur këtë flakë brenda nesh. Këtë besim brenda nesh. Këtë dritë brenda nesh, motra dhe vëllezër, e falenderojmë. Gabuam. Çfarë të bëjmë? Çdo njeri gabon, motra dhe vëllezër. Çfarë duhet të bëjmë? Rash sot. Nuk thot mëkaton, motra dhe vëllezër, të mos i ngatrojmë me gjërat i krishteri. Nuk mund të bjerë në mëkat. Por është njeri dhe trishtohet nga gjërat që ndodhin. Por ka një zgjidhje. I drejtohet Zotit. I shpreson të gjitha në Zot, motra dhe vëllezër, halleluja. Dhe Zoti kur sheh vërtet që ti vetëm Zotit i drejtohesh, që ti vetëm Zotin ke, motra dhe vëllezër, mbështetje, stren tënde, atëherë Zoti, motra dhe vëllezër, halleluja, tregon madhështinë e tij dhe fuqinë e tij. Lavdi emrit të Shenjtë. Jezusi u përgjigj dhe tha, në të vërtet po them që nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë. Edhe këtu, vëllezër, nëse një njeri nuk ka rilindur, që do të thotë, nëse ky njeri që e do Perëndinë
nuk ka pësuar një transformim në jetën e vetë, një ndryshim total, thamë ndryshim, i ku vdekja dhe erdhi jeta. Ky është ndryshimi, motra dhe vëllezër, aleluja. Nëse një njeri nuk ka rilindur dhe jeton ai që ka rilindur, motra dhe vëllezër, me manën që është fjala e Perëndisë, dhe sytë e tij janë në drejt qiellit, motra dhe vëllezër, dhe sheh mbretërinë e Perëndisë, dhe i lutet atit të bëhet vullneti i Perëndisë në jetën e tij si në qiell, është i rilinduri. Nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë. Po gjithë këta që e ndoqën Jezus Krishtin, motra dhe vëllezër, aleluja, turma të mëdha thotë ndiqnin Jezus Krishtin. Por një grua e smurë, prej 12 vjetësh, vuri në zemrën e saj, po ta prek rroben e tij, ndoshëroa. Përgjigjen e dini ku e marrim, vëllezër, aleluja, në këtë vepër të Zotit, që është kaq personale për çdo njeri. Kur ajo grua shkoi dhe e preku, Zoti qëndroi. Dhe tha turmës dhe dishepujve, kush më preku? Ndodh diçka, motra dhe vëllezër, aleluja, në një zemër që ka vendosur të prekë Jezus Krishtin, ndodh diçka. Qëndron Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe thot, kush më preku? Sepse ai që erdhi vërtet tek unë, mori atë që deshte. Turmat, motra dhe vëllezër, Jezusin Krishtin, Jezusin ndiqnin. Por Zoti po ju jep një mësim. Dikush më preku. Dhe mori atë që deshte. Mori atë që dikush erdhi dhe më preku. Nuk ishin të gjithë, motra dhe vëllezër. Dishepujt thanë, Zot, po ty po të shtynë. Si thua kush më preku? Janë dy gjëra të ndryshme, vëllezër. Tjetër është të besosh që po të shkoj tek ai do të shërohem, po të shkoj ta prek, do marr atë që dua, dhe tjetër është të vete të shikoj çfarë po ndodh, motra dhe vëllezër, me të tjerë. Ngrën 5.000 bukë dhe peshk, motra dhe vëllezër, në mas. Ju më ndiqni, tha Jezus Krishti, jo se beson, po sepse ngrët nga bukët. Ju drejtua turmave. Shumë janë ata që më thëresin, Zot, Zot, Jezus Krishti, vëllezër. Por pak janë ata që e gjejnë rrugën. Pak janë ata, motra dhe vëllezër, aleluja, që ecin në këtë rrugë. Ne falenderojmë Perëndin. Nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë. Po si mund të lindë njeriu kur është plak? A mund të hyjë për së dyti në barkun e nënës së vet dhe të lindë? Nuk e kuptoi rilindjen, tha Nikodemi. Si mund të lindë njeriu? Çfarë mund të ndodhë në të? Të hyjë përsëri për këtë lindje e ke fjalën. Jezus ju përgjigj. Në të vërtet, po të them, se kush nuk ka lindur nga uji dhe nga fryma, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Kush nuk ka lindur nga uji, motra dhe vëllezër, është fjala e Perëndisë. Dhe fjala e Perëndisë bën vepër në zemrën e një njeriu. Nëse fjala zë vend në zemrën e një njeriu, nëse zë vend në zemrën e një njeriu, e theksoj, vëllezër, çfarë ndodh? Kjo farë që është hedhur në këtë tokë të mirë në zemrën e një njeriu,
vepron dhe sjell fryt. Vepron dhe sjell fryt, vëllezër. Lavdia e emrit të shenjtë. Nëse kjo farë bie në këtë zemër, vëllezër, aleluja, dhe vinë zogjt e qiellit dhe e marrin, ai e dëgjoi fjalën. Por zogjt e qiellit erdhën dhe e morën, motra dhe vëllezër, falënderoj. Nuk mund të sjellë fryt. Dhe zogjt e qiellit, vëllezër, aleluja, janë i ligu nuk dëshiron që kjo farë të sjellë fryt. Nuk dëshiron, motra dhe vëllezër, aleluja. Don ta heqë fjalën, farën nga toka jote, nga zemra jote. Dhe thotë, nëse nuk ka lindur nga uji, nëse nuk ka lindur vërtet nga kjo farë, ai nuk mundet, motra dhe vëllezër, aleluja, të shohë mbretërinë e Perëndisë. Nëse nuk ka lindur nga fjala dhe nga fryma, që do të thotë, nuk mjafton vetëm fjala, vëllezër, por është dhe fryma e Perëndisë që e zbulon fjalën e Perëndisë. Dhe ti e kupton çfarë është fjala, motra dhe vëllezër, aleluja. Kur arrin ta kuptoj njeriu çfarë është fjala, mund të veprojë. Nëse nuk e kupton, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk mundet. E kupton, i tha, motra dhe vëllezër, aleluja, Filipi Enokut, atë që lexon. Po si mund ta kuptoj, tha? Nuk e di përka e ka fjalë. Fryma e Perëndisë, motra dhe vëllezër, e drejtoi Filipin që t'i zbulojë fjalën e Enokut, motra dhe vëllezër, ta kuptojë fjalën që lexonte, që të mund të vepronte në zemrën e tij. Dhe nuk dua të zgjatem, po di vetëm që kur ai bëri vullnetin e Perëndisë sipas fjalës, ai thotë u largua me gëzim, motra dhe vëllezër, dhe adhuronte Perëndin. E falenderojmë Zotin. Këtë vepër bën, motra dhe vëllezër, aleluja, fjala e udhëhequr nga fryma, motra dhe vëllezër, bën vepër në zemrën e një njeriu. Dhe rezultati është i dukshëm. Çfarë është, motra dhe vëllezër? Ka gëzim në zemrën e të krishterët. Adhuron Perëndinë për gjithçka. Pse? Sepse ka njohur dashurinë e Perëndisë, vëllezër. Ka njohur dashurinë e Perëndisë, erdhi zuri vendin tim. Më premtoi, motra dhe vëllezër, aleluja, lavdi e emrit të shenjtë. Jeta ime pësoi ndryshim. Ndryshoi jeta ime. Çfarë tjetër duhet të bëj, Zoti, vëllezër, aleluja? Këtyre njerëzve u thot, kërkoni çfarë të doni atit në emrin tim dhe ju do ta merrni. E falenderojmë Perëndinë. Kërkoni çfarë të doni atit në emrin tim. Dhe cila është kërkesa, motra dhe vëllezër, e një të rilinduri që ka vdekur në mish? Cila është kërkesa që duhet i drejtoj atit një i vdekur, motra dhe vëllezër, në mish dhe jeton në frymë? E vetmja, motra dhe vëllezër, kërkesa është të bëhet vullneti i Perëndisë në jetën time. Asnjë gjë tjetër. Të gjitha të tjera ti konsiderova ple. Nuk më interesonin. Në momentin që unë njoha Jezus Krishtin, në momentin që u shfaq Jezus Krishti Saulit për ndjekës i kishës, ndryshoi jeta e tij. Të gjithë e adhuronin, të gjithë e duartrokisnin, ishte një njeri i ditur, motra dhe vëllezër, një njeri i mësuar, një njeri i pasur. Të gjitha këto, thot, kur njoha Krishtin, i konsiderova ple, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe çfarë ndodhi kur njohu Jezus Krishtin? Shihte dorën e fuqishme dhe mrekullit që bënte Zoti në të. Por ama kishte vdekur në mish. Në mish, motra dhe vëllezër, çfarë ndodhte me ta? E godisnin me gur.
E përndiqnin motra dhe vlezër, aleluja. E shanin, mirë po ai i thoshte të paralizuarit ngriu. Dhe ai ecte. Këto janë gjërat e mëdha që shihte. Dorën e Zotit që ishte me te. Ku? Në burg, motra dhe vlezër, aleluja. I jepte lavdi Perëndis. Kishte gëzim në zemrën e tij. Asnjëherë mos u trishto, motra ime, sepse po kalon diçka. Kuptoje që Zoti ka për të bërë një vepër të madhe në jetën tënde. Prite me durim dorën e Zotit të veprojë. Se ka një kohë që Zoti do veprojë, motra dhe vlezër, aleluja, në trishtimin që ti ke. Adhuroje Perëndimin dhe thuaj, të bëhet vullneti, munde të ligun, motra dhe vlezër, aleluja. Munde të ligun duke adhuruar Perëndin, shporu Satan. Jam zgjedhur të lavdëroj emrin e Atit tim. Ky është vullneti i Perëndis, vlezër, aleluja. Si bi të zgjedhur, të rilindur, për një vepër të Zotit, që njerëzit të shohin. Të shohin dhe t'i japin lavdi për si mundet gjithmonë të jesh i qeshur, si mundet gjithmonë të kesh gëzim, nuk ke probleme ti. Në mes të problemeve jetojmë edhe ne, motra dhe vlezër, aleluja, por ndryshimi është, unë jam bir i Perëndisë. Unë jam zgjedhur për një mbretëri tjetër, për një qytetari tjetër. Kam vdekur për këtë botë, motra dhe vlezër, aleluja. Lanë çdo gjë ata që Zoti i thirri dhe ndoqën Jezus Krishtin. Lamë çdo gjë ta Pietri. Kush ka lënë çdo gjë për emrin tim, motra dhe vlezër, nuk i dhash 100 fish, thot Zoti. Kush ka lënë çdo gjë për emrin tim. Dhe këtu qëndron, motra dhe vlezër, dashuria e parë. Në dashurinë e parë ne lam çdo gjë për emër të Jezus Krishtit. 100 fish na dha Zoti, motra dhe vlezër, aleluja. 100 fish. Dhe ne mrekulloheshim, e lavdëronim Perëndin dhe në fytyrën tonë, në sytë tanë, në gojën tonë, kishte vetëm buzëqeshje dhe gëzim, motra dhe vlezër, aleluja. Ne falenderojmë Perëndin. Ky është vullneti i Perëndis, vlezër. Çdo njeri prej nesh. Çka lindur nga mishi është mish, por çka lindur nga fryma është frymë. Mos u mrekullo që të thash duhet të lindni përsëri. Era fryn nga ku të doje dhe ti ja dëgjon zërin, por ti nuk e di nga vjen dhe as ku po shkon. Kështu është edhe me çdo njeri që ka lindur nga fryma. E falenderoj Perëndin. Zoti ta bekojë këtë fjalë.